Aleanca për Shqiptarët ka reaguar ashpër, shkaku që prej vitesh mbetet e pasgjidhur çështja e shkollës fillore Njegosh në Idrizov dhe sipas tyre prek drejt për drejt të drejtën e fëmijëve shqiptar për arsimimin në gjuhën amtare. Valon Jahi nga ASH theksoi se në shkollën fillore Njegosh nxënësit shqiptar mund të ndjekin mësimin në gjuhën shqipe vetëm deri në klasën e 5 dhe siç tha ai, nga klasa e 6 deri në klasën e 9 fëmijët detyrohen të shkollohen në komuna tjera vetëm që të mund të mësojnë në gjuhën e tyre. Ministre e Arsimit, Vesna Janevska, deklaron se është mirë që fëmijët të mësojnë në gjuhën e tyre amtare. Nëse ky është vërtet qëndrimi i saj dhe i qeverisë, është presim që të dëshmohet me vepra, jo vetëm me fjalë. Çka e pengon institucionet që në shkollën fillore Njegosh të hapin paralele në gjuhën shqipe edhe nga klasa 6 deri në klasën e 9. Ndërkaq, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, ka deklaruar se shkolla në Idrizov nuk është harruar dhe është përfshirë në planet për ndërtimin e klasave shtesë, duke i hedhur poshtë pretendimet se çështja është politike. Ajo shkollë bën pjesë në ato ku do të ndërtohen klasa shtesë. Nuk jam e sigurt nëse kjo do të ndodhë në nëntor apo në pranverë, por e di me siguri se aty do të shtohen klasa. Janevska gjithashtu ka bërë të ditur se ky nuk është një vendim politik në kundërshtim me institutet publike dhe shprehu se aktivitetet e planifikuara do ta zgjidhin këtë çështje.